Dikush do të kanë pasur prepartum, dikush do të kanë pasur postpartum. E njihni ju këtë gjë në psikologji. Patjetër. Prandaj ne tham që një trampolin shumë e mirë që na ndihmon për të hedhur më të sigurta, edhe pse nuk mund të kontrollohet gjithçka. Sado mirë t'i bëjmë përgatitjet, jo vetëm me pjesën psikologjike, por dhe me atë ginekologjike, me mamin apo me çdo ekspert tjetër që krijon atë rrjetin e mbështetjes, ne rrisim shanset që përvoja të jetë më e mirë, më e sigurt, të ketë një sens kontrolli, një sens fuqie, një sens mirëpritje të kësaj eksperience, por ne nuk mund të përjashtojmë rastet ku gjërat pa parashikueshme mund të ndodhin, emergjenca, komplikacione që sigurisht do të jenë dhe ato sfiduese, kështu që nëse përgatitja është e mirë, le të themi edhe postpartumi, sepse një nga gjërat në këshillim prenatal është pikërisht fokusi edhe te përgatitja për postpartumin, që edhe në postpartum të bëhet një plan. Pra të bëhet një plan që në shtatzani që edhe postpartumi të jetë sa më i mirë, të ketë periudha të kombinuara pushimi, ndarje përgjegjësie.